Dise si vjet aroma edhe ibrikun me çaj me dafin. Çajt pra. Çajt pra. Kundër virusit. Edhe një çik karafil. Tani këtu I ke hedh. Çaj mali. Çaj mali, dafin. Dafin edhe 5 kokra. Po këto 5 kokra çka këto? Kokra Karafil. Karafil apo jo? Jo, karafil. Si boronica më duket. Jo, karafil. Karafil janë. Po është karafil i egër. Tani do ta mbushim nga një gotë? Po patjetër. Ta mbushun? Patjetër. Mirë. Vetëm thuaj ku I ke gotat. Ja ku janë gotat. Me këto e mbush? Jo, me të tjerat. Ja Flori të ndihmoj pak. Edhe ti pastaj bëjnë servirjen. Ku I ka? Aty. Ta marrë dhe sheqerin, Flori? Sheqerin? Ta. Pse e pi me sheqer ti? Unë e pi pa sheqer. Jo, edhe unë pa sheqer, po mendova thash. Pa sheqer e pi unë. Ti sheqerin mos e përdor. Jo. Tash Cili është problemi I kur gjurit? kam qenë e vogël, Po. 8 muajsh e kam kaluar një polimilit shumë të rëndë. Oh. Dhe artikulacionin e këmbës nuk e kam pas njësoj si kjo tjetra. Po ta ka prekur që atëherë? Po, ma ka prekur dhe fati I mirë që me një përkushtim shumë të madh baba im më çoi tek 2 mjek popullor dhe Ceni që ka qenë, por edhe një mjek që ka vite që ka vdekur. Unë deri në moshën 18 vjeç kam marrë vaj peshku falas. Flasim për sistemin në kohën e komunizmit. Në kohën e komunizmit. Por kam gëzuar një shëndet shumë të plot. Se polimiliti të kap në sistem, fal Zotit, ma ka Edhe sistemi nervor? Po, e kap shumë. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.